Përshëndetje nga edicioni informativ këtu në ekranin e Blu Televizion, do të ndalemi tek sot 7 marsi, dita e mësuesit, e cila është një ditë e shënuar për mbar kombin. Intervistuar për Blu Televizion, qytetarët e Vlorës shprehen me nderim dhe respekt, ndërsa kujtojnë me nostalgji edhe sot pas shumë vitesh mësuesen e parë. E sipas tyre, vite më parë roli mësuesit ka qenë edhe më i fortë dhe fal tyre ata kanë bërë personat që janë sot. 7 marsi, një ditë e shënuar në nderim dhe respekt të mësuesit. Kjo ditë sigurisht festohet edhe në Vlorë, ku krahas atyre nxënësve të shkollave, mësuesin e parë kujtojnë dhe ata të cilët kanë përfunduar prej vitesh sistemin arsimor. Sipas qytetarëve, edhe sot pas shumë vitesh mësuesi i parë kujtohet me nostalgji dhe mbi të gjitha respekt. Për ta, mësuesi ka qenë një prind i dytë i cili ka kontribuar në jetën e tyre duke i edukuar dhe duke i shtyrë drejt dijes. Qytetarët e vendosin theksin edhe tek fakti se vite më parë roli i mësuesit ka qenë më i fortë dhe më i rëndësishëm, teksa disa me lot në sy thonë se fal asaj mësimdhënie dhe edukate janë bërë ata që janë sot. E mbani më mësuesin e parë? Mësuesin po, fiqireten. Me nostalgji? E doja shumë. Ka vdek para 4-5 vjetësh, rrinte te kombinati lart. E kujtoni me nostalgji besoj? Ishte shumë e mirë. Ai një ditë donte që të më mbante mbas dëshirës time si me pahir, pse nuk donte që të humbisja klasën, shkollën. Po unë vdisja mbas mamas. Atë ditë doja të rija me maman time. Edhe kur ika, nuk e di më vim për të qartë tani, kur ika, më zuri turpi, i mora i futa librat, poshtë futës, edhe ika se të gjithë shokët ishin në shkollë. Unë isha në rrugë, isha të shkolla këtu, një maj skel. Edhe një urim për 7 marsin? Gëzuar festën mësuesit, që të gjithë ata që e njoh dhe si njoh, mësues është fjala e mrekullueshme. Ata na mësuan gjuhën, na mësuan shkronjat, na mësuan të tëra, si të sillemi, si të flasim, si të duam librat, shkollën, shkrimin. Të parin e mbaj mend, po urimi për ta të kenë jetë dhe të mësojnë sa më shumë. Figurë e rëndësishme? Patjetër, e paharruar. Që na kopshi, se unë kam qenë dhe në kopësht e kështu, më thonë i mbaj fare mend mirë. Edhe të kopshit i mbaj mend, po emrat nuk i kam fiksuar. Edhe një mesazh për 7 marsin? Ta gëzojnë festën dhe të vazhdojnë të mësojnë sa më shumë. Ka edhe shumë për mësuese edhe me jetë gjatë. E mbani mësuesin apo mësuesen e parë? Unë e mbaj. Si e kujton sot? Me nostalgji. Po mirë, më the ke vajzë mësuese, çfarë lëndë jep? Ajo jep gjuhë letërsi e avancuar. Je më tepër drejt arsimit, je më afër arsimit apo jo? Jo, ajo rrin Berat. Po. Berat. Si e shikon figurën e mësuesit sot? Mësuesi është legjendar. Është legjendar. Për mua. Është i rëndësishëm për brezat? Patjetër. Nuk ka si mësuesi. Unë e kujtoj me nostalgji dhe qaj. Ta them sinqerisht. Në Brezion, nuk e di këtë Brezë. Brezion. Unë ka pas një konflikt shumë të vogël, dikur me profesorën e rusistës. Mi pa ajo ka qenë pak si në gjuhën e thjesht, mistrece. Unë isha djalin hinë ato. Ta gëzojnë festën mësuesit. E kujtoni mësuesin po e parë? Po. Me nostalgji. Çfarë mban mend? Cili është ai kujtim që ka mbetur mendja? Nga mësuesi i parë. Mësimdhënia në plan të parë, edukimin po ashtu. Është figurë e rëndësishme mësues. Shumë, prindi i dytë. 7 marsi është festuar një ditë më parë edhe në shkollat e qytetit, ku mesazhe urimi janë dhënë edhe prej nxënësve. 7 marsin. E do mësuesen? Po, e dua shumë. Roli i mësuesit vitet e fundit është zbehur ndjeshëm, por prapë së prapë është një prej figurave më të rëndësishme në edukimin e brezave. 7 marsi, krahas një feste, është një ditë e cila duhet na kujtojë rëndësinë e çdo mësuesi.
Sot në ditën e mësuesit, politika shqiptare uron 7 marsin, ditë e cila sjell në vëmendje rolin thelbësor të mësuesit në edukimin e brezave të rinj, formësimit të tyre dhe njëkohësisht mirënjohjen për kontributin që sjellin në shoqëri. Politika shqiptare uron 7 marsin ose ditën e mësuesit, e cila sjell në vëmendje rolin e tyre thelbësor në edukimin e brezave të rinj, formimin e tyre si dhe njëkohësisht mirënjohjen për kontributin që sjellin në shoqëri. Kryeministri Edi Rama priti në kryeministri disa familje nga Manastiri, duke e lidhur këtë moment edhe me një ngjarje të rëndësishme historike. Mirëmëngjesi dhe me energjinë e fëmijëve nga Manastiri, që na kujtojnë se sa fort është lidhja përmes gjuhës, ju uroj gëzuar 7 marsin dhe fundjavë të mbar. Ky 7 mars e gjen në Mirela Kumbaro në krye të Ministrisë së Arsimit, duke simbolizuar një moment të veçantë për të, ndërsa thekson se fatmirësisht ka rritje të pagave të tyre dhe zgjidhje ligjore për ngërçet e mëparshme. Kumbaro solli në vëmendje dhe sfidat me të cilat haset mësuesia sot. Ndërkohë kryetari i kuvendit Niko Peleshi përcolli një reflektim të pedagogës së Departamentit të Letërsisë në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Belfiore Qose, mbi rolin dhe përkushtimin e mësimdhënies në shoqëri. Po ashtu edhe Ministrja e Shëndetësisë Evis Sala Ua ka dedikuar urimin e saj në këtë 7 mars mjekëve pedagog. Rreth 30.000 arsimtar në të gjithë Shqipërinë festojnë 7 marsin, ditën e mësuesit. Nisur një vit më parë, aksioni për lirimin e hapësirave publike për gjatë shëndetore zbregdetare për bizneset është e paqartë mënyra se si do të procedohet këtë sezon veror. Disa prej bizneseve të drejtuara edhe nga shteti italian ngren shqetësimin e menaxhimit të situatës këtë vit. Aksioni për lirimin e hapësirave publike në Lungomare nisi një vit më parë ku ndërmorën ndërhyrje për heqjen e strukturave të vendosura nga bizneset. Megjithatë, këtë vit bizneset që operojnë në këtë zonë shprehen të paqartë për mënyrën se si do të veprohet gjatë sezonit turistik. Disa prej bizneseve të menaxhuara edhe nga shtetas italian ngren shqetësimin se pas ndërhyrjes së kryer vitin e kaluar dhe një letër të ardhur nga Bashkia e Vlorës për afatet e vendosura, procesi mbeti në mes dhe nuk pati më vimësi. Kjo ka ngritur pikpyetje për mënyrën se si do të menaxhohen hapësirat publike për gjatë këtij sezoni. Cuomo Ciro dhe Megi Beizaj kanë ngritur një letër shqetësimi, ndërsa sipas tyre një tjetër problem mbeten dhe vend grumbullimet e mbetjeve. Ata thonë se këto pika janë vendosur larg zonave ku operojnë bizneset, por dhe larg banesave, ndonë se dihet që Lungomare është një zonë shumë e populluar dhe me fluks të lartë vizitorësh. Le strutture fisse, tendoni fissi, capito, dai suoli pubblici. È arrivato un ordine? È arrivata un'ordinanza in 10 giorni dovevamo togliere via. Aksioni i nisur vitin e kaluar për heqjen e strukturave metalike dhe ato fikse të vendosura nga bizneset në Lungomare nuk vijoi më. Ne na mbriti një letër që brenda 10 ditësh duhet të ndërhynin për të larguar menjëherë strukturat metalike dhe ato që zinin në hapësirat publike. Kështu vepruam. Por unë çfarë po shikoj, kjo nuk është vepruar një lloj në të gjitha bizneset që shtrihen në Lungomare. Ndërkohë që një tjetër problem shumë i madh mbetet se si do të funksionojë kjo situatë për sezonin turistik. Jemi pothuajse në prag të tij, jemi në muajin mars dhe ne duhet të ishim gati për sa i përket tavolinave, hapësirave publike apo strukturave metalike, qoftë ato edhe çadrave të lëvizshme të cilat duhet të vijen në bizneset tona. Nuk kam shkuar në bashki. Jo, me të vërtet nuk kam shkuar sepse prisja që këta të fundit të mbrinin pranë bizneseve dhe të përcaktonin se si do të funksiononte situata për sezonin turistik të këtij viti. Ne jemi ende në pritje dhe nuk dim ende asgjë. Dakord, u liruan hapësirat publike, por duhet të ndërhyej edhe më mirë dhe gjithçka të kryej në gjitha hapësirat e lejueshme në zonën e Lungomares. Ndërkohë një tjetër problem mbeten edhe koshat e mbeturinave të cilat tashmë janë larguar nga afërsia e bizneseve, por edhe zonave ku banojnë qytetarë dhe turistë dhe janë vendosur shumë larg. Jemi pranë sezonit turistik dhe këtu do të vinë shumë tuhuaj për të frekuentuar Vlorën dhe për të kaluar disa ditë pushime. Edhe këta nuk duket se do të gjejnë vend dot për të hedhur mbeturinat dhe ndoshta do të krijohet një situatë problematike. Ajo çfarë kërkojmë është padyshim vendosja e koshave të mbeturinave edhe më afër bizneseve, por dhe zonave të banuara. Lungomarja është dhe mbetet një nga zonat më të frekuentuara të qytetit të Vlorës, ndaj duhet të ketë vëmendje maksimale. Jo, asgjë, jo, ka asgjë, domethënë nuk kemi ku të hedhim llozhat, nuk kemi ku t'i çojmë, është shumë larg. Unë jam me 2 fëmijë, duhet të bëj gjithë ato rrugë gjatë për t'i hedhur, për t'i bërë, e kupton?
Më përpara ka ekzistuar Po, ishte mbrapa shtëpisë kisha te pallati, mbrapa. Ishin afër. Tani s'ka më. Si veproni? Çfarë bëni? Po, ku na jepet mundësi vetëm i hedhim. E kupton, se çfarë do bëjmë? Mundohemi të vemi deri ku janë çuar tani për momentin. Ndërkohë, një tjetër problem e ngritur nga Gjigji ishte ajo e heqjes së strukturave metalike. Po. Ju i keni hequr, por duket se nuk është bërë më asnjë gjë tjetër përveç atij aksionit të atyre dikte. Po, është vërtet. Është vërtet, nuk është hequr asgjë. Thanë që do hiqen, por nuk janë hequr. Shumica s'besoj të kenë hequr. Aksioni për heqjen e strukturave dhe lirimin e hapësirave publike nisi një vit më parë, ndërsa bizneset tashmë ngrenë shqetësimin se si do të operohet këtë vit, pasi nuk kanë asnjë informacion nga Bashkia e Vlorës. E duke vijuar me zhvillime të tjera, mesazhi i kujdesit për mjedisin është përcjell këtë të shtunë në Vlorë në aktivitetin Mbill një lule të organizuar nga Bashkia për fëmijët e arsimit parashkollor. Të pranishëm kryebashkiakja Bruna Mersini është shprehur se aktiviteti simbolizon dhe ka qëllim reflektimin për mbajtjen pastër të mjedisit dhe kujdesin ndaj tij. Përmes aktivitetit Mbill një lule me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Bashkisë Vlorë, fëmijëve të arsimit parashkollor dhe punojësve të ndërmarrjes së mjedisit synojnë të përcjellin një mesazh të thjeshtë por shumë domethënës. Kujdesi për mjedisin fillon nga secili prej nesh dhe nga veprimet e vogla që bëjmë çdo ditë. Në fjalën e saj, kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, shpreh se ky është një aktivitet simbolik me qëllim reflektimi për mbajtjen pastër të mjedisit dhe kujdesin ndaj tij. Miqtë e zemrës është iniciativë vërtet që sot ka aktor kryesor fëmijët, por mesazhi që japim është për të gjithë. Sepse pikërisht këtu në landfillin e Sherishtës, një projekt ambicioz i qeverisë shqiptare që i dha fund asaj gangrene shumë vjeçare që ne e dim në landfillin që ka qenë në pikën e Jallis, në vend grumbullimi le të themi i Jallis, edhe i ka dhënë fund pikërisht ky projekt. Ky projekt që çdo ditë është zgjeruar, bërë hapa të rinj në projekt, sepse ne jemi duke bërë projektin e ri me filtrimin e ujit që del nga mbetjet. Ky aktivitet nuk është vetëm një moment simbolik i mbjelljes së disa luleve, por një mundësi për të ndërgjegjësuar brezin e ri mbi rëndësinë e mbrojtjes së natyrës dhe të hapësirave të përbashkëta. Përmes pjesëmarrjes së fëmijëve ne duam t'i mësojmë ata që çdo gest i vogël si mbjellja dhe kujdesi për një lule është një hap drejt një mjedisi më të pastër, më të bukur dhe më të shëndetshëm për të gjithë, tha drejtoresha e Landfillit Ariona Bojaxhi. Organizuar aktivitetin Mbill një lule me prezencë të kryetarit të bashkisë, zonjës Brunilda Mersini, me prezencë të stafit të bashkisë, stafit të ndërmarrjes dhe fëmijëve të arsimit parashkollor. Ky aktivitet synon ndërgjegjësimin e fëmijëve, duke filluar me hapa të vegjël ne mund të bëjmë gjëra të mëdha. Atëherë i mblodhëm sot fëmijët këtu, duke t'i mësojmë që të mbledhim lule, duke i rritur aftësinë për të bërë më të ndërgjegjshëm në të ardhmen, për të mbrojtur mjedisin dhe hapësirat publike. Aktiviteti shoqërua me mbjellje lulesh, lojra argëtuese dhe edukative për fëmijët, si dhe me një moment të vogël cateringu, duke krijuar një atmosferë të gëzueshme miqësore dhe plot energji pozitive për gjithë pjesëmarrësit. Në këtë mënyrë, fëmijët jo vetëm që do të argëtohen, por dhe do të mësojnë përmes eksperiencës së drejtë, si të kujdesen për natyrën dhe ambientin që i rrethon. Duke mbjellë një lule së bashku, ne jo vetëm zbukurojmë një hapësirë publike, por gjithashtu mbjellim një ide dhe një vlerë të rëndësishme tek brezi i ri, dashurinë për natyrën, ndjenjën e përgjegjësisë dhe respektin për mjedisin. Këto janë vlera që kur kultivohen që në moshë të vogël ndikojnë në formimin e qytetarëve të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm për të ardhmen dhe komunitetin tonë. Ky aktivitet synon gjithashtu të forcojë bashkëpunimin mes institucioneve, komunitetit dhe fëmijëve, duke treguar se vetëm përmes angazhimit të përbashkët mund të ndërtojmë një qytet më të gjelbërt, më të pastër dhe më të bukur për gjithë, sepse çdo lule e mbjellë sot është një shenjë shprese për të ardhmen dhe një kujtesë se ndryshimi fillon nga veprimet tona të përditshme. Moti i mirë dhe temperaturat e përmirësuara të pranverës i kanë sjellë qytetit të Vlorës gjallërinë e munguar. Sipas vlonjatëve duket se ky është rikthim në normalitet, ndërsa kjo fundjavë pranvere ka sjellë drejt qytetit bregdetar dhe pushues vendas për të shijuar Vlorën. Moti i mirë dhe temperaturat e përmirësuara në pranverë kanë sjellë qytetit të Vlorës gjallërinë e munguar. Dikush për shëtitje nga deti, disa për aktivitet fizik dhe shumë të tjerë për kafe në shëtitoren lungëmare. Sipas vlonjatëve, moti i mirë dhe temperaturat kanë bërë që të rikthehen jetës së tyre në normalitet duke shijuar Bregdetin. Temperaturat e larta sipas qytetarëve kanë sjellë drejt Vlorës edhe pushues vendas për të kaluar fundjavën. Për pensionistët, mundësitë që të kalojnë fundjavën janë të pakta, ndaj çdo gjë lidhet me detin. Në vimësi temperaturat parashikohen më të përmirësuara dhe thuhet se drejt Vlorës do të vinë me qindra turistë, duke e kthyer në epiqendrën e turizmit. Po shumë mirë, duke shikonte gjallëri gjithandej.
Po patjetër që merr gjallëri, shikojmë, po vetëm se mbi 50 vjeç e lartë janë. Nga ju e nuk shikojmë. Nuk para ka. Janë gjitha moshat mëdha. Po temperatura normale janë tani për stinën. Temperatura 6-7 gradë është normale, kështu që nuk bëhet vëlla fare. Po nuk diskutohet që e ka dhënë qetësia, as bëhet vëlla fare që e ka dhënë. Dhe njerëzit ndjehen atë jetën e tyre të përditshme, ndjehen të qetë edhe unë eci nga se rrinë hyrje të qytetit unë dhe alvis herë me këm herë kështu, pim dhe na një kafe, bëjmë na një muhabet në të moshave të pensionit. Shumë i bukur, shumë i mirë. Ka gjallëri gjatë fundjavës? Ka gjallëri, da vjen edhe nga jashtë, është qytet i bukur, qytet i mirë. Keni zgjedhur të bëni ecje në Lungomarës? Vëdo? Ecje. Ecjen, që e bëj unë jam 90 sa vjeç. Edhe bëj në këmbë, ka bajtur bicikleta deri tani edhe deti këtu, që ka bërë plazh. Po qyteti ynë është edhe qytet i bukur është, po është edhe i ngrohtë. Do me thënë këtu nuk ndihet se është dimër apo është garë. Këtu gjiro, pensionist jam, 72 vjeç. Ja, shikoni vetë, tani ka filluar gjallërimi. Shumë mirë temperatura, po bërg detë tu. Po t'jemi janë në Korçë, se këtu s'këbja, në këto orë nuk kishte njëri. Tani gjallëror, lëvizin, bëj. Mo që do vi, shumë do ketë turistë, këtu mbushet plot. Se lonjat s'ka më këtu, lonjat ka një kur vinë ato në jashtë. Fundjava shumë e bukur, pak koha sot si kur na zhgënjeu, me gjitha të kënaqur jemi, buzdetit jemi, drekën e bëm, dhe tani, po, si gjithnjë do ulem, të pidojnë gjithë dhe ka lëvizje. Ka lëvizje, po si duket në këto orë njerëzit i merren jo me gatime, jo me gjëra, ose me pazare, se shtu në djerë. Ka vinë veçarisht, ne i themi nga ujtë e ftohtë dhe lartë, ka më gjallëri, klima është më e pastër, andej djerë, hotele, restorante, do ketë më shumë. Pase neve jemi që strëmbemi, kështu që lëtë bjerë mbadë si shi dhe borë, jeta vazhdon, njeriu e menaxhon kohën për çdo gjë. Me përmirësimin e temperaturave, qyteti i Vlorës është kthyer në vëmendjen e qindra vizitorëve vendas, të cilët e kanë zgjedhur për të kaluar fundjavën. Nuk mungojnë padyshim as turistët e huaj që kanë prenotuar në qytetin e Vlorës. Gjatë 4 viteve të fundit janë vrarë 37 gra dhe vajza, ku 27 raste janë vlerësuar si femicid. Mësohet se për 72% të rasteve viktimat kishin përjetuar dhun të mëparshme nga autorët, edhe pse një pjesë e tyre kishin kërkuar ndihmë në polici, asnjë nuk ishte nën masë mbrojtje në momentin e krimit. Gjatë këtyre 4 viteve të fundit janë vrarë 37 gra e vajza, ku 27 raste janë vlerësuar si femicid. Komisionerja pranë Avokatit të Popullit tregoi se për 72% të rasteve viktimat kishin përjetuar dhunë të mëparshme nga autori, edhe pse një pjesë e tyre kishin kërkuar ndihmë në polici, asnjë nuk ishte nën masë mbrojtje në momentin e krimit. Avokati i Popullit rekomandon njohjen e femicidit si vepër penale të veçantë. Përfaqësues të Agjensisë së Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore nga Delegacioni Evropian në Tiranë, por edhe pjesëmarrës nga institucionet qeveritare në një takim për drejtësinë, theksuan se ligjet nuk mjaftojnë. Në prag të ditës ndërkombëtare të theksuara mbeten domosdoshmëria e zbatimit të urdhrave të mbrojtjes, si dhe vlerësimi më herët i rrezikut në mënyrë që të parandalohet për shkallëzimi i dhunës ndaj grave dhe vajzave. Një operacion i gjerë është zhvilluar në Vlorë me urdhër të SPAK, ku janë lëshuar mbi 7 urdhër arreste ndaj personave të dyshuar si pjesë e një grupi kriminal që operonte në qytet. Burime nga hetimi bëjnë me dije se gjatë operacionit është zbuluar aktiviteti një grupi të strukturuar kriminal, ndërsa është arritur dhe zbardhja e një vrasje të ndodhur vite më parë. Një aksion i befasishëm i forcave speciale Renea të mbërritura nga kryeqyteti por dhe byros kombëtare të hetimit është zhvilluar në Vlorë mëngjesin e kësaj të shtunë. Të mbërritura në orën 4 të mëngjesit, Renea dhe BKH kanë rrethuar perimetrin e sigurisë në një zonë të njohur në ujin e ftohtë. Në këtë aksion, sipas informacioneve, janë përfshirë mbi 50 efektiv të Reneas, 10 mjete midis tyre dhe të blinduara, si dhe në mbështetje ka ardhur dhe policia e Vlorës.
Renea dhe BKH kanë qëndruar në këtë zonë për 6 orë deri në momentin e largimit të tyre në orën 10 të mëngjesit. I gjithë territori është monitoruar dhe nga ajri me anë të një droni. Qëllimi i aksionit ka qenë arrestimi i personave me rrezikshmëri të lartë, për të cilët mendohet se ka patur informacione të siguruara. Të njëjtat informacione të siguruara nga grupi hetimor bëjnë me dije se kemi pasur disa ngjarje kriminale, por dhe vrasje, të cilat janë zbuluar përpara se ky aksion të niste. Sipas informacioneve janë shpërndar 7 urdhër arreste, mes të cilëve disa persona që janë në Shqipëri por dhe jashtë vendit. Dyshimet janë se ka pasur urdhër arrest dhe për një ish efektiv policie. Një 85 vjeçare është shpëtuar këtë të shtunë nga efektivët zjarfikës të këtij shërbimi në Vlorë, e cila e rrëzuar dhe vetme ishte bllokuar në shtëpinë e saj. Zjarfikësi zbritën nga terraca drejt balkonit të apartamentit, duke i dhënë ndihmën e parë të moshuarës, e cila më pas u transportua drejt Spitalit Rajonal të Vlorës për të marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor. Një grua e moshuar 85 vjeçare është shpëtuar nga ndërhyrja e shpejtë e punonjësve të shërbimit zjarfikës së Vlorës, pasi ndodhej e vetme në banesën e saj e nuk ishte në një gjendje të lvizte. Sipas informacioneve paraprake nga vendi i ngjarjes, e moshuara kishte rrëshqitur dhe kishte rënë brenda në banesë duke mbetur e shtrirë në dysheme për një kohë të konsiderueshme. Ajo kërkonte ndihmë, por për shkak të gjendjes shëndetësore të saj nuk arrinte të ngrihej e as të hapte dot derën e jashtme të apartamentit. Pasi u njoftuan për situatën, punonjësit e shërbimit zjarfikës mbërritën menjëherë në vend ngjarje. Për shkak se dera e banesës ishte e blinduar dhe e moshuara nuk mund ta hapte nga brenda, ata u detyruan të ndërhyjnë nga terraca e pallatit. Me pajisjet e posaçme, efektivët zbritën nga terraca drejt balkonit të apartamentit ku jetonte 85 vjeçaria dhe arritën të futeshin brenda saj. Pas hyrjes në apartament, zjarfikësit i dhanë ndihmën e parë të moshuarës dhe u kujdesën për stabilizimin e saj deri në mbërritjen e ndihmës mjekësore. Më pas ajo u transportua me urgjencë drejt Spitalit të Rajonal të Vlorës për të marrë edhe trajtimin e nevojshëm mjekësor. Fatmirësisht, falë reagimit në kohë dhe të shpejtë të shërbimeve të emergjencës, e moshuara arriti të shpëtojë dhe aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Si çdo vit në 34 pika vrojtimi në të gjithë vendin u realizua censi ndërkombëtar i shpendëve ujor dimërues. Sipas Agjencisë së Zonave të Mbrojtura nga monitorimi i kryer, rezulton se në vitin 2026 janë evidentuar gjithsej 61 specie shpendësh ujor dimërues, me një numër total prej 93.667 individësh, ndërsa në Vjos Nart kanë rezultuar 11.136 shpendë. Si çdo vit në 34 pika vrojtimi si liçene rezervuare, laguna dhe këneta në të gjithë vendin u realizua censi ndërkombëtar i shpendëve ujor dimërues, ndërsa procesi synon monitorimin e popullatave të shpendëve ujor dimërues, për shkrimin e madhësisë së këtyre popullatave, për caktimin e ligatinave me rëndësi ndërkombëtare, si dhe sigurimin e informacionit për mbrojtjen dhe menaxhimin e tyre. Sipas Agjencisë së Zonave të Mbrojtura nga monitorimi i kryer nga 102 specialistë Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, rezulton se në vitin 2026 janë evidentuar gjithsej 61 specie shpendësh ujor dimërues me një numër total prej 93.667 individësh. Vendnumërimet me numrin më të madh të shpendëve rezultojnë të jenë zona e Divjak Karavastas, liçeni Shkodrës dhe Kune Vajin, të cilat konsiderohen ndër ligatinat më të rëndësishme për shpendët ujor në vend. Konkretisht, nga numërimi i kryer në Divjak Karavastas rezultuan 24.152 shpendë, ndërsa në Vjos Nart 11.136 shpendë. Sipas kësaj agjencie, gjatë censit janë identifikuar dhe disa specie të kërcënuara, mes të cilave pelikani kaçurel, karabullaku i vogël, çapka e bardhë e vogël, çapka e madhe e bardhë, pulbarda roz, pulbarda këmbëverdh dhe dallëndyshja e detit e madhe. Censi ndërkombëtar i shpendëve ujor dimërues realizohet në Shqipëri që nga viti 2016 nga AKZM në bashkëpunim me ekspert ornitolog, ndërsa prezenca e shpendëve ujor dimërues në vendin ton është e lidhur me kushtet e motit në vendet nga kunisen drejt vendit ton. Sa më të larta temperaturat në këto vende, aq më i vogël është numri i këtyre shpendëve që monitorohen në vendin ton. Censi i shpendëve ujor dimërues është një aktivitet shkencor që ndikon drejt për drejt në menaxhimin e qëndrueshëm të habitateve natyrore dhe kontribuon në ruajtjen e biodiversitetit të pasur të Shqipërisë.
Ndalemi tek turizmi i vitit 2025, një pikthese historike për Shqipërinë turistike. Sipas të dhënave zyrtare të Institutit të Statistikave, gjatë vitit 2025 në Shqipëri mbritën më shumë se 12 milion vizitorë të huaj, një shifër që ka surprizuar tregun vendas, ndërsa fluksi ka pasur ndikim pozitiv në sektor si shërbimet profesionale, tregtia me pakicë dhe industria e mikpritjes. Viti 2025 konsiderohet një pikthese historike për Shqipërinë turistike, sipas të dhënave zyrtare të Institutit të Statistikave. Gjatë vitit 2025 në Shqipëri mbritën më shumë se 12 milion vizitorë të huaj, një shifër që ka surprizuar tregun vendas. Fluksi i madh i turistëve ka pasur ndikim pozitiv në sektor si shërbimet profesionale, tregtia me pakicë dhe industria e mikpritjes. Megjithatë, vëzhgues ndërkombëtar kanë ngritur shqetësime për qëndrueshmërinë e kësaj rritje të shpejtë, ndërsa Shqipëria sipas analizave ekonomike renditet tashmë 16 në botë për varësi nga turizmi, duke u vendosur në të njëjtin grup me vende si Malta dhe Malizi. Ndërkohë sektori i shërbimeve dhe i mikpritjes është ndëruar në motorin kryesor të rritjes ekonomike, duke tërhequr një pjesë të madhe të fuqisë punëtore drejt punëve të lidhura me turizmin. Një nga problemet kryesore të identifikuara nga Banka e Shqipërisë është sezonaliteti i theksuar. Pjesa më e madhe të ardhurave nga turizmi gjenerohet gjatë një periudhe të shkurtër verore. Kjo krijon një cikël ekonomik të pabarabartë. Gjatë verës infrastruktura dhe tregu i punës përballen me presion të madh, ndërsa në muajt e dimrit disa rajone përjetojnë ngadalësim ekonomik. Për të reduktuar rreziqet, autoritetet shqiptare po synojnë të zhvillojnë modele të reja si agroturizmi dhe ekoturizmi, veçanërisht në zonat malore të veriut. Qëllimi është krijimi i një produkti turistik që funksionon gjatë gjithë vitit dhe shpërndan vizitorët në më shumë rajone. Ndërsa sezoni turistik i vitit 2026 po afrohet, infrastruktura turistike po zgjerohet me ritme të shpejta. Deputetët e Parlamentit të Shqipërisë rreth 3 vite më parë vendosën që të dyfishonin pagat e tyre, por duke se nuk është i vetmi privilegj që ata gëzojnë, pasi ligjvënësve u paguen edhe qerat, dietat, nafta dhe telefoni, ndërkohë 4 nga ligjvënësit i refuzojnë favoret. Deputetët e Parlamentit të Shqipërisë rreth 3 vite më parë vendosën që të dyfishonin pagat e tyre, nga 156.770 lek. Paga e tyre u rrit në 310.250 lek, por duket se ky nuk është i vetmi privilegj që ata gëzojnë, pasi ligjvënësve u paguan po ashtu edhe qerat, dietat, nafta dhe telefoni. 17 deputet të Parlamentit të Shqipërisë përfitojnë bonusin e qeras, ku 15 prej tyre i përkasin Partisë Socialiste dhe 2 prej tyre Partisë Demokratike. Çdo muaj shpenzohen nga 1 deri në 1.3 milion lek që deputetët të kenë strehim në kryeqytet. Bëhet me dije se po ashtu në muajin dhjetor, deputetët shpenzuan plot 4.472.483 lek për naftë, ndërkohë për pagesat telefonike 2.173.500 lek, pra më shumë se 60.000 euro në total. Gjithashtu 7.981.017 lek u lëvruan për ushqimin e anëtarëve të Parlamentit të Shqipërisë, ndërsa mesatarisht ligjvënësit kanë shpenzuar rreth 8.5 milion lek të rinj në muaj. Por krahas deputetëve që përfitojnë para nga buxheti i shtetit, ka edhe nga ata që nuk kërkojnë privilegje. Bëhet fjalë për Agron Shehajn, Sali Berisha, Blendi Klosi dhe Bujar Leskaj. Madje ky i fundit përveç refuzimit të dietave, nuk ka marrë as 17.000 lek për shërbimin telefonik. E duket se një pjesë e deputetëve të kuvendit janë më dorëlëshuar me parat e buxhetit të shtetit. Princi Bretk ka mbledhur këtë të shtunë të vegjëlit të shoqëruar nga prindrit në teatrin e Kukullave për regjizorin e shfaqjes Eduard Ismaili, edhe pse është hera e dytë që Princi Bretk vihet në sken, interesi i fëmijëve vijon të jetë i konsiderueshëm. Në skenën e teatrit të Kukullave, si pjesë e aktiviteteve të muajit mars të Qendrës Kulturore Vlorë, është ngjitur shfaqja Princi Bretk. Për regjizorin e kësaj shfaqjeje, Eduard Ismaili, megjithëse është hera e dytë që kjo shfaqje vihet në skenë, interesi i fëmijëve vijon të jetë i konsiderueshëm. Sipas regjisorit, kjo shfaqje transmeton tek fëmijët e vegjël mesazhin që të mos shohin nga jashtë, por atë se çfarë personat kanë në brendësi, duke vlerësuar shpirtin e tyre. Ne kemi Princin Bretk, kemi edhe në kalendarin e marsit. Princi Bretk ka të bëjë më shumë edhe me nuk do të shikojmë pjesën e jashtme, se do të shikojmë atë që personi ka brenda. Kështu që besoj se fëmijët do ta marrin atë mesazhin
brenda ka dhe nën mesazhet të tjera që ata do t'i kuptojnë vetë dhe ne i pyesim gjatë pjesës se çfarë kanë kuptuar dhe në fund fare pastaj do të luajnë dhe me kukullat. Sipas Ismailit, për gjatë muajit marse në vijim, Teatri i Kukullave do të zhvillojë shfaqje të ndryshme, jo vetëm në sallën e Pallatit të Kulturës, por edhe në ambiente ku do të ketë publik më të gjerë. Në disa personazhe sot do të jem edhe unë në ndihmë të aktorëve, kurse javën tjetër pastaj ne jemi duke biseduar, mund të jemi në një nga sheshet e qytetit, mund të jemi tek kinemaja Verore, rreth orës 11 në mëngjes, kështu që do të ketë edhe grupe kërcimi që do kërcejnë, do të jetë teatri i kukullave, kështu që besoj do t'i lajmërojnë fëmijët, besoj 2 ditë para dhe do të jemi besoj në një nga sheshet afër pallatit. Besoj do të jemi këtu që do të nxjerrim shfaqjen Ylli Qira në Kopësht që do të jetë javës tjetër. Ismaili thotë se po punohet edhe për një premierë të re, e cila do të jetë gati brenda pak ditësh. Kemi filluar për premierën e re, është Ajduti i ëndrave. Ne kështu e kemi titulluar, ndoshta edhe titulli mund të ndryshoj pak, shumë pak, por është duke i dhënë dora në tavolinë dhe besoj se për 10 ditë do të jitemi në skenë dhe do të shikojmë pastaj derisa të marri formën finale. Teatri i Kukullave çdo javë vendos në skenë për fëmijët shfaqje të ndryshme, të cilat transmetojnë tek ata të fundit mesazhe të vyera për jetën. Ju falenderoj për vëmendjen, ju përshëndes. Mirupafshim.